Okej, sot po bëj diçka krejt ndryshe. Do të krijoj një teori konspirative nga hiçi dhe do ta prap në internet për të parë nëse njerëzit do ta besojnë apo jo. A është kjo një ide e keqe? Absolutisht. A do ta bëj gjithsesi? 100% po. Yes, do ta bëj, po. Prandaj është te kjo video. Te teoria ime është shishet e ujit po na përgjojnë. E di, është e çuditshme, po më dëgjoni pak. E dini se të gjitha shishet e ujit kanë atë tingullin kështu? Kur I hapim, ky tingull nuk është rastësor. Ja çfarë do bëjmë? Do shpikim një teori që ky tingull aktivizon një frekuencë ultrasonike që përdoret nga kompanitë për të na përgjuar. Okej, e di, është ide e çmendur, prandaj po e bëj. Mos harroni të bëni subscribe, vetëm një klik aty poshtë, klikoj edhe zilën për të marrë gjitha njoftimet e kanalit tim. Prandaj nëse doni të shikoni më shumë video që sharake në YouTube-in shqiptar, bëni subscribe. Vazhdojmë me videon. Okej, do ta postojmë në Facebook, në Instagram, në TikTok. Dhe të shohim nëse njerëzit do ta besojnë. Po e besove këtë, nuk se di çfarë them për zotin. Jemi në Facebook dhe nuk e di, lajmin besoj do të futem në disa grupe dhe thjesht do shpërndaj lajmin atje. Shkoj punë Tiranë. Oh shit. Është privat. Një orë më parë. Okej. Kam parë që këtu shkruajnë dhe kod. Statusi im do të jetë ky. A e keni vënë re që gjitha shishet e ujit kanë një tingull të çuditshëm kur hapen? Studimet e fundit thonë se ky tingull mund të jetë një kod I fshet për të na përgjuar. #wake up. Okej, postuam më në fund. Se në videon e kaluar nuk na lejoni të postoni për astrologji. Më thënë çdo postim që bëje duhet ta aprovojë në admini, po shqyqy që ky grup nuk e ka. Okej, kërkoj ofroj punë në Kosovë. Gjithashtu ti do të marrësh këtë lajm. Gjitha këto grupe duhet jenë adminët që t'i miratojnë postet, po të paktën hodhëm 2 poste te ato postet e lajmeve. Okej, do ta lëm për 24 orë dhe do të shohim nëse marrim diçka apo jo. 24 hours later. Pas kemi disa reagime shumë interesante, kanë kaluar disa orë, thjesht doja të lexoja disa komente njerëzish, se para që po më vinin mesazhe nga Facebooku. Le ta shkojmë se çfarë kanë thënë. 3 komente. Vllai im punon në një kompani uji dhe ka thënë diçka të ngjashme. Vllai im punon në një kompani uji dhe ka thënë diçka të ngjashme me këtë. Duhet të jetë duke u tallur se s'ka shanse, okay? Okej, komenti I dytë është ky. Për këtë kam dyshuar gjithmonë, prandaj blej vetëm ujin e god. Si blen ujin e god? Blet ujin e god? Një sekond. Uji në god. Bli. Jo ka vetëm goda. Do shta ki dashur tuash në qelq se në god se bëllë se qishet njeri me goda. Pas kemi dhe një fake news. Fake news LOL. Po, fotja kod. Duke se disa njerëz janë totalisht brenda këtij kurthi dhe disa tjerë jo. Në ty e kam LOL. Derisa bërim gjithë to, na duhet krijimi I provave. Na duhet prova, pra okay, prova. Plani im është ky. Të futem te website I Top Channel, ta ndryshoj nga fillimi në fund lajmin duke bër lajmin tim falso, duke shtuar lajmin tim falso. Okej, të njëjtën gjë që bëra në Facebook. Inspect. Është shumë I gjatë si lajm e di. A I keni vënë që gjitha shishet e ujit, po. Do përpiqem ndryshoj këtë foton, nëse nuk e ndryshoj do ta ndryshoj me Photoshop. Edhe këtë pjesën këtu, të këtij sondazhi, do pyes ChatGPT tani. Le të vëni tek miku jon ChatGPT. Këtu besoj se na duan, okay. E bëra. Data që po xhiroj këtë video është 26, kështu do ta bëj 27, duket pak më bukur. Tani çfarë do bëj, do I bëj screenshot kësaj, edhe thjesht do ndryshoj këtë foton, do bëj një foto, një shishe uji, s'ka rëndësi. Tekst këtu, okay.
Çfarë mendoni për këtë? Këtë duhet ta hedhim, okay. Export. Kjo është më nice, paga shumë video. Okay, ja këtu. Okay, do t'alëm këtë thjesht se është virale, okay? Facebook morë vetëm 3 përgjigje kthimi gjëra kështu, që le të shikojmë nëse bëjmë më mirë me TikTok. 24 hours later. Kanë kaluar 24 orë dhe dua të shikoj si kanë dalë rezultatet e TikTokut. Se besoj këtu duhet të marrim më shumë se është TikToku, okay? Oh shit. Kjo pas ka marrë, video parë ka marrë 1116 views, ndërsa video dytë ka marrë 1730, që video në dytë ota dje dark. Kështu që s'jam bërë as 24 orë për këtë. Po le të shikojmë video në parë, kemi marrë ndonjë koment ose jo. Bam. Jo, nuk kemi marrë asnjë koment e video e parë, por kemi marrë 20 pëlqime, 20 likes. Unë këtë do ta shkruaj si po. Njerëzit e kanë besuar, i kanë bërë like. Kam parë website-in e Top Channel dhe e kam pëlqyer. Okay, kam pëlqyer si lajm, kam besuar që është lajm i vërtet, kështu që për mua është po 20 veteran prek ti kurthi. Unë i bëj rregull ato. Video dytë pas ka më pak like. Pas kemi 14 like, po kemi më shumë views-a. Duhet ta shikoj në telefon, besoj sa share janë bërë, se këtu nuk dallohet. Dhe video parë janë 0. Kurse te kjo video janë 3 shares, kështu që kemi 14-17 veta që kanë rënë prek ti kurthi. Unë po i shuaj po, komente nuk kemi. Se të marrësh komente në TikTok duhet të bësh diçka që ose njerëzit e pëlqejnë shumë ose e urrejnë shumë. Që o të shahesh ose do marrësh kompliment në TikTok, ndërsa nëse ke një gjë normale zor të marrësh komente. Në rregull, ky eksperiment social më tregoi diçka të çmendur. Me pak kreativitet mund të shpikësh diçka nga hiçi dhe shumica e njerëzve do ta besojnë. Pra, çfarë mësuam sot, ndoshta të mos i besojmë gjithçka që shohim në internet. Këtë një video funny, si çdo video, mund të bëj një teori tjetër më të çmendur se kjo dhe ta bëj virale. Më thoni në komente. Mos harroni të bëni subscribe.